do të takoj pas disa kohësh, tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës, i cili u mor nga zyra e tij dhe mbahet peng prej tani më vitesh në një qeli të drejtësisë ndërkombëtare për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie ku shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë ku ende pa u dënuar një president i zgjedhur demokratikisht nga populli së bashku me 3 bashkëluftar që kanë mbuluar detyra nga më të rëndësishmet në Republikën e Kosovës, mbahen mbyllur, mbahen të izoluar. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmit tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare.